Një litër nafte në Kosovë nuk po shitet më shumë se €1.89 të premten, siç e caktoi marzhën Ministria e Tregtisë. Bazuar në vendimin e Mintit të datës 05/04/2026 për çmimet maksimale të lejuara për derivatet e naftës për datën 10/04/2026, nafta €1.89 për litër, benzina €1.47 për litër, gaz €0.82 për litër. Në tregjen ndërkombëtare, çmimi për fuqi nafte nga 7 prilli ra në $100 amerikan. Kjo po ndodh për shkak të armëpushimit të arritur mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit. Por kjo rënje s'po vërehet edhe në Kosovë. Në shumicën e rasteve kur kemi rritje të çmimeve në bursë, do thotë tregu jon reagon shumë shpejt. Do thotë tregtarët në tregun ton reflekton shumë shpejt çmimi i rritur, kurse kur fillon të bie çmimi në bursë, ky çmim mbetet për një periudhë më të gjatë se sa reflektimi në rënje të çmimit. Çmimi për litër nafte në vend të premten është për 2 cent më i lirë se një ditë më parë. Kemi një fitim ku i shtohet çmimi të furnizimit dhe për sasinë të cilën jemi furnizuar më herët, do të kemi çmimin e përcaktuar. Bllokimi i ngushticës së Hormuzit për më shumë se një muaj ndikoi në rritjen e çmimit të derivateve gjithandej botës.